Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka paraqitur kërkesën për dërgimin në gjykim të çështjes penale në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Tërpojës Regje Byberi dhe zëvendës kryetarit të Bashkisë Abedin Kërnaja. Dy zyrtarët akuzohen për shpërdorim detyre me dëm financiar mbi 277 milion lekë, ku për ndërtimin e dy rrugëve rrafshuan pyet pa u konsultuar me institucionet e tjera të mjedisit. Sipas SPAK, Byberi dhe Kërnaja kanë lejuar subjektin fitues të tenderit të kryejë prerje të pyllit dhe të ndërtojë rrugët pa marrë më parë lejet e nevojshme nga institucionet përgjegjëse. Konkretisht, ata nuk kanë zbatuar procedurat të kërkuara nga ligji që parashikojnë aplikimin në sistemin elektronik e-leje pranë bashkisë, verifikimin e dokumentacionit dhe konsultimin me institucionet përkatëse të mjedisit për të vlerësuar ndikimin e këtyre punimeve. SPAK bën me dije se kjo praktikë është ndjekur më shumë se një herë dhe ka rezultuar në shkeljet e ligjit. Në përfundim të hetimeve, organi i akuzës ka arritur në konkluzion se Byberi dhe Kërnaja kanë kryer veprime dhe mosveprime në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore, duke sjellë një dëm të konsiderueshëm financiar. Të dy zyrtarët janë dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar, ku do të përballen me akuzën e shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim sipas nenit 248 dhe 25 të Kodit Penal.